Po vjen ndërmendje një dorëshkrim për Aleksandrin e Madh. Kur ai ishte në betejën e tij të fundit, pushtoi gjithë botën dhe përfundoi të gjunjëzoi i boshatisur duke qarë. Ushtarët u habitën çfarë po ndodh, edhe ai tha nuk ka më botë për të pushtuar. Nuk ishte çfarë të arrinte më, i kishte arritur gjitha dhe prap u ndje bosh. Ka edhe një term në psikologji për këtë pjesë që quhet efekti hedonist, që sa më shumë ti arrin diçka, ti kërkon të arrish një tjetër më të madhe, ti shton energjinë, shton gjithçka dhe nuk gjen asnjëherë atë vetë përmbushjen brenda vetes. Jemi në kërkim tërkohë. Po, studimet shumta thonë që ne jemi gjenerata më e pasur dhe më e depresuar ndonjëherë. Kemi gjithçka rreth nesh, por asgjë brenda nesh. Kemi më shumë lidhje dhe jemi shoqëria ose gjenerata më e izoluar ndonjëherë. Madje edhe shoqëritë më të zhvilluara kanë numrin më të historikisht. Për shembull, më vjen ndërmendje një dorëshkrim për Aleksandrin e Madh. Kur ai ishte në betejën e tij të fundit, pushtoi gjithë botën dhe përfundoi të gjunjëzoi i boshatisur duke qarë. Ushtarët u habitën çfarë po ndodh, edhe ai tha nuk ka më botë për të pushtuar. Nuk ishte çfarë të arrinte më, i kishte arritur gjitha dhe prap u ndje bosh. Ka edhe një term në psikologji për këtë pjesë që quhet efekti hedonist, që sa më shumë ti arrin diçka, ti kërkon të arrish një tjetër më të madhe, ti shton energjinë, shton gjithçka dhe nuk gjen asnjëherë atë vetë përmbushjen brenda vetes. Jemi në kërkim tërkohë. Po, studimet shumta thonë që ne jemi gjenerata më e pasur dhe më e depresuar ndonjëherë. Kemi gjithçka rreth nesh, por asgjë brenda nesh. Kemi më shumë lidhje dhe jemi shoqëria ose gjenerata më e izoluar ndonjëherë. Madje edhe shoqëritë